Po diskutojmë për plasjen e fort, në fakt më shumë mediatike se sa reale mes prodhuesve, blegtorëve të qumshtit dhe fabrikave të përpunimit pas një videoje të deputetit Erion Braçe, i cili akuzonte përpunuesit e qumshtit se nuk po marrin qumshtin e fermerëve për shkak të interesave që kanë nga importi. Do diskutojmë më pas edhe për shifrat, por me qenë se e nisëm një bisedë para reklama dhe pastaj do shkoj direkt te zoti Reka. Pra, e thash dhe më parë që lidhur me aflatoksinën dhe me produktet ushqimore të cilat përdoren si ushqim për kafsh. Shpesher neglizhohet në analizat e produkteve dhe nuk arrihet të bëhet analiza dhe të përcaktohen ngarkesa mikotike e këtyre, për shembull, e dritrave. Por do të nisem pak faktit dhe deklaratat që tha zoti Braçe. Domethënë ka lindur një vërtet një farë konflikti midis disa fermerëve dhe një kompanie, po flasim me emra se kush janë, çelësi kanë. Mund të ndodhë në çdo kompani, jemi në një situatë, me gjithë respektin dhe vlerësimin. Jemi në një situatë që mund të ndodhë në çdo lloj kompanie. E tremi çik paneli. Jo, atë që e kanë kryqëzuar e përmend, se përmendti zoti Braçe që në fillim. Unë dua të theksoj që po mund të jenë edhe të tjera që e kanë refuzuar ndërkohë, se u nis me një, kështu që do të pyes edhe për këtë. Nuk është vetëm problem shqiptar, ky është problem dhe në Europë. Për shkak se Europa, limitet që ka vendosur, i ka 10 fish më të ulta se vendet e tjera të zhvilluara. Se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se Japonia, dhe situata që krijohet në Europë dhe në vendin tonë që ne kemi transpozuar legjislacionet e Bashkimit Evropian, është mjaft delikate sepse prek shumë interesa. Ajo norma i limit që është 0,05 mikrogram për litër është një normë që është vështirë për të arritur ky lloj standardi. Për kushtet që ka blegtoria në vendin tonë, për kushtet që kanë mirëqenia e kafshëve në vendin tonë. Ne i mbajmë, nuk kemi një kulturë si popull dhe nuk kemi arritur atë në atë stad të zhvillimit ekonomik e shoqëror që të edukojnë fermerët, që të jenë në gjendje që të aplikojnë standardet mira të mirëqenies kafshëve. Dhe ne nuk e kemi konsideruar gjithnjë kafshë, nuk i kemi trajtuar mirë dhe mbajtur në kushte të përshtatshme ashtu siç kërkojnë standardet. Dhe po të shikosh, mjafton të shkosh në një stall ose në një vend qëndrimi ku mbahen kafshët në zonat rurale, me keqardhje do të gjesh edhe raste kur kafshët nuk mbahen dhe nuk trajtohen mirë. Por gjithë kjo reflektohet pastaj edhe në cilësi dhe sigurinë e qumshtit. Madje nëse aty do ketë ushqimet e kafshëve dhe kafshët do të kullosin, do të ekspozohen me ngarkesë mikotike gjatë ushqyerjes së tyre në kullot apo ushqyerjes duke i dhënë dritrat apo koncentrate të ndryshme, natyrisht që mbetjet e aflatoksinës do transmetohen në qumësht. Kështu që unë them që është një situatë e cila është kalimtare për shkak të sezonit, se jemi në një sezon, jemi në periudhën e dimrit, dhe natyrisht në periudhën e dimrit do kemi raste të tilla. Do të tregojmë kujdes, por edhe në analizat që kryen. Përcaktimi i aflatoksinës nuk është e lehtë, kur bëhet fjalë për të përcaktuar nivelet deri në 0,05 mikrogram për litër, kërkohen pajisje instrumentale të ndjeshme të cilat janë në gjendje të detektojnë ose të përcaktojnë aflatoksinën në këtë nivel. Dhe pyetja që unë drejtoj është, a janë në gjendje që këto kompani, por edhe laboratorët në vendin tonë të përcaktojnë nivelin e aflatoksinës në limitet që ka dhënë Bashkimi Evropian, kështu që unë them që ka shumë pak laborator në Shqipëri për të arritur për të caktuar këtë nivel. Madje kompanitë e mëdha kanë përdorur disa teste screening që janë teste të vlerësimit, po edhe kësajor, por saksia e madhe së tyre të lë për të dëshiruar, për faktin sepse kërkojnë pajisje instrumentale të ndjeshme që ato të përcaktojnë nivelet të sakta.